Për herë të parë që nga ndërtimi I vet, Arena e Demave hap dyert për Andale Sport. Çfarë ka të veçantë shtëpia e Partizanit? Një strukturë e cila shumë njerëz nuk e dinë. Pjesa e restorantit. E nuhata këtu. Bravo, shtriu i. Ua, po ndiem letar dhe unë. Ue, s'paska, s'faku. Ka bësh 3 vite në nesër, po e kalove provën e ti presori. Pam të gjitha ambjentet dhe kaluam 24 orë me ekipin e kuq. Një eksperiencë që nuk duhet humbur. Njeri gjyte më fort të but. Miq të Andale Sport, ja ku jemi në terren për të parë një klub futbolli. Për një ditë do të bëhem lojtar I një klubi, lojtar I Partizanit. Ildo, përshëndetje. Përshëndetje, si e? Jam me menaxherin e klubit Partizanit, Idi Dajlani. 13 vjet je pjesë e klubit, apo jo? Shkënaqësi është. Unë kam ardhur, nuk e dija pranoni të bëhem lojtar, Me kënaqësi. por një herë do shoh ambientin Kam më mbaruar staj. federimet, po. Kam mbaruar vitin tjetër. Po vitin tjetër. Po ta shohim, këtu në katin e parë, le të themi, janë disa momente nga derbi, më disa nga ikonike. ndeshjet më të veçanta. Ne jemi aktualisht këtu, por akoma nuk kemi tamam siç jemi në foto, se akoma nuk ka mbaruar projekti. Shumë e vërtet. Brenda muajit, ashtu që edhe presidenti I klubit ka deklaruar në media, do nisi edhe pjesa tjetër e stadiumit e kompleksit që nuk ka mbaruar. Tu më pas janë disa nga Kemi edhe trofete e akademisë më shumë. Edhe këto janë një histori më vete. Ka shumë përshtypje bën kjo këtu, që është ai Ajo simboli është- Tirana e kuqe, apo jo? Ka qenë gjithmonë edhe ashtu do jetë. Kështu që është diçka që do ngeli. Domethënë është thjesht një simbol që Tirana gjithmonë ka qenë e kuqe dhe në besë e kuqe, kështu që. Kudo keni ruajtur edhe elementin e legjendave, apo jo? Ashtu, absolutisht. Disa nga le të themi legjendat, po që aktualisht në një moment të dy do hapet dhe muzeu I klubit Do Partizanit, mbushet me fanella dhe me... cila do jetë, më beson, ndoshta do na duhet shumë hapësirë e madhe sepse ka shumë histori. Ka shumë legjenda. Jemi drejtuar në zyrën, le të themi zyrën më kryesore, kjo është zyra e drejtuesve, Ta jepi den, ta jepi den. kjo është zyra e drejtorit sportiv, po që bëhet mbledhja e drejtuesve kryesor të klubit. Këtu me Mbledhjet, vendimet më të rëndësishme, si absolutisht. Pra, po ule këtu do të kesh diçka të rëndësishme për Kjo të. është pa absolutisht. Kemi dhe sallën e konferencës. Këtu ku bëhen po. Para ndeshje kemi konferencën e trajnerit nga lojtarët, po. Në përfundim të kompleksit, kjo më pas do kthehet në zyrë dhe salla e konferencës do jetë poshtë ku do shohim aty ku aktualisht ndodhet edhe. Do të thënë tamam vendim do të ishte këtu. Që të rrihet dhe të gjej trajnerin çfarë do thotë. Ose mund të jetë aty sepse mund të japësh një njoftim. Po të bëhem lojtar I ekipit. E thamë që kemi një kontratë gati. Meqenëse ke kërkuar që të fitesh, kështu që nuk I di. Ta shojmë do pranoj Partizani, edhe pse unë ka paca tendenca të vogla si tifoz Tirane, po rregullohet njeriu gjatë. Shiko, gabime bëjmë gjithë. Këtu janë përshëndetje. punonjësit e Partizani Channel. Zoti Papi, përshëndetje. Kemi edhe këtu. Ta bëjmë podcast me qemi këtu? Nga ky opioni, nga këndvështrimi jot Flori, meqense tashmë na të kemi këtu pranë, si të duket dhe çfarë mendimi ke, çfarë opinioni ke? Do të them drejtën, unë kam gati 10 vite që ndjek futbollin shqiptar rregullisht. Kam qenë në shumë stadiume këtu, e kam parë gjitha, por nuk kam parë diçka kaq shumë të organizuar. Pra hera parë që unë shikoj që një klub mendon edhe për podcaste, mendon edhe për ambientin, mendon edhe për stërvitjen e ekipit forcë, po them. Pra, I ka të gjithë elementët bashkë për të bërë më të mirën e klubit. Dhe I vetmi klub që e mbledh ekipin të jetoj bashkë me klubin gjithë ditën. Pra kjo është diçka shumë e veçantë. Kjo ishte një nga zyrat e Partizani Channel. A ti po ndihesh atë shpjegime më thënë drejtën? E di, e vura. Dhe shtarova për pak me pak. E vura dhe prandaj të nxora sepse ngele brenda aty. Pe situatë. Kalojmë tek studiet e tjera të Partizani Channel. Po, Përshëndetje. vajza Cindy Jeni mirë? është Flori. Përshëndetje. vajza e cila prezanton edhe lajmet, prap brenda fushës. A kemi edhe lajmet? Miq të Partizani Channel, ja ku jemi në një tjetër takim tonin. Çfarë ka ndodhur këtë javë me ekipin e kuq? Partizani U18 për fat keq bëri një humbje 0-3 në shtëpinë ndaj Vorës. Çfarë ndodhi me lojtarët tanë? Asnjë gjë, javën tjetër do fitojnë, kështu që nuk ka problem. Ndërkohë Partizani U17
me lehtësi e mundi të utën për të fituar 6-2. Për pak do bëni 8-2, por ekipi Dursak tha nuk bëhet kështu se e dini vetë ju. Fitore edhe për Partizanin U19, një ndeshje e rëndësishme, mundën Dinamo Cityn 2-0. Do thonë ju shlet 2-0. Aq fitoi edhe ekipi parë, prandaj ekipi U19 tha kush jemi ne që t'i kalojmë ata dhe ne 2-0 do fitojmë. Këto ishin lajmet për sot. Takojmë një herë tjetër, nga unë mirupafshim. O them që kontrata u bë. Kontrata u bë? Po kontrata u bë. Hera parë që lexoja rezultatet, por që besoj bëra më të mirë. Kjo tregon që je tifoz e Partizanit. Kemi Punime sipër. okay. Më pëlqen ky detaj i murit kështu. Besoj këtu do të podcast. Je i parë që peshë këtë detaj, kështu që prapë ekskluzive. Flor, sot ke pa goxha një strukturë e cila shumë njerëz nuk e dinë. Gjithë mendojnë që këtu ka vetëm stadium dhe fushë që luhet futboll, por ja që ka edhe shumë më tepër ambient, apo jo? Absolutisht, dhe ke shumë akoma për të parë. Një nga fushat është përballë hotelit, si projekt, dhe 2 janë përballë stadiumit. Pra, kjo që shohim tani do të jetë fushë futbolli për ekipin, për servitje, apo jo? Edhe rruga do bëhet nga e para. Absolutisht po. Patjetër. Komplet struktura do marrë pastaj tjetër pamje. Tani po shohim edhe po them automjeti që kur e fshen për rrugët e Tiranës se kupton që aty po kalon Partizani apo jo? Është i frikshëm. Është i frikshëm. I ka dhe syt përpara. Është I ka dhe syt e demit apo jo? Nuk është nevojë, mjafton vetëm Kjo është ideja. të lexosh sipër Partizani, kështu që Ildo, kur Partizani shkon për ndeshje aq me teru për derbi, bëhet ajo fryma pozitive në rrugë që përshëndesin autobusin e gjitha. Gjitha më e bukur. Ti e gjithmonë kryet autobusit e kam parë, rri gjithmonë përpara. Është ditë feste. Është ditë Unë feste. do kërkoj edhe diçka tjetër nga Ildi. Një ditë kur të jetë derbi, unë dua ta përjetoj bashkë me ekipin atë rrugën. Okej. Ma e fjalën. Okej. 2 kontrata dhe kjo u bën 3. Edhe një kontratë tjetër. Po shkon shumë. Kalojmë brenda. Për herë të parë futem te një hotel që është hotel vetëm për lojtarë futbolli. Po, është ke privilegje. Përshëndetje. Flori. Eni Je është mirë? menaxheri i hotelit. Për më tepër ai mund të sqarojë komplet pjesën e strukturës, si funksionon nga rregullat dhe deri te akomodimi i ekipit parë, akademisë dhe ekipit dytë. Kjo është një akademi, 100% akademi, sepse këtu niset që nga mëngjesi, le të themi që çdo ditë i përkushtohet 100% se si ka ditë një lojtar. Pra nuk kemi të bëjmë me rregulla klienti apo jo, kemi të bëjmë vetëm me rregulla për lojtar, menu për lojtar, oraret për një ekip. Dedikoheni vetëm te lojtarët. Dedikohemi vetëm për lojtarët. Në çfarë moshe fillojnë lojtarët e Partizanit fillojnë qëndrojnë gjithkohon tek ekipi, tek klubi? Ne kemi lojtarë nga akademia që nga mosha U16, kemi lojtarë të U17-s, U19-s dhe deri tek patjetër ekipi i parë. Kjo është pjesa e restorantit. E nuhata kuj. Unë ndje direkt. Kjo është pjesa e restorantit. Është çdo gjë me orare, është orari përcaktuar për mëngjesin, vazhdojmë tek pjesa e drekës, kemi një snack mbasdite në përgjithësi, nga ora 5-6 në varësi të patjetër të orareve që kanë stërvitjet çunat, dhe pjesa darkës që përsëri kthehen dhe më pas ngjiten te dhoma. Je mirë? Tani ne po shikonim gjithë akademinë e klubit, hotelin, stadiumin, po mendoj që kjo këtu është ajo pika më e rëndësishme. Këtu ku hanë lojtarët apo jo? Zemra e partit. Zemra është këtu. Ne të mundohemi t'ja bëjmë qefin, se i kemi si çuna kam. Patjetër. Shiko, këta lojtarët e futbollit çfarë preferojnë më shumë, çfarë marrin më shumë? Ata që janë profesionistë vërtet do të hanë shumë perimet, sepse Perimet. ato janë shumë të mira. E normale, pastat, risotto janë pjesë, mishi i bardhë është më shumë, sepse nuk ju bën dëm, është më mirë për një sportist normale, pastaj kur ata nuk kanë, që duhet marrë shumë ngarkesë, duhet hajnë mishin e kuj, sidomos para ndeshjeve 24 orë, por ju pëlqejnë. Moza i mban me hatër. I mban çik me hatër. I mban çik moza. Nuk e di, a do të tregosh pak edhe dhomët e lojtarëve, ambientet ku qëndrojnë pa u shqetësuar lojtarët gjithmonë. Ajo është pjesa kryesore. Është qetësia e tyre, aty kalojnë pjesën më të madhe të kohës, pasi luajnë, pasi bëjnë stërvitje, ata direkt shkojnë. Është ajo qetësia atyre. Nuk ishte udhëtim i gjatë, një kat ishte. Një kat është, një Po, kat. ne për të me gjithë shkallën se nuk kemi lojtar futbolli. Ky lojtari që ka dhe Merakli, ka vënë tapet. Po, e ka vënë vetë. E po i bie që ky duhet të jetë kështu tip Merakliu. Do jetë, do e kuptosh. Ua, po ti për Morate më thoje. Atë thash. Vale, je mirë? Qa bëhet?
se erdhe familjen e Kuqe. Valentino, mirë se erdhe familja e Kuqe. Vetëm ti ke tapete dera, ta tjerë do të Shtëpinë. Unë e bëj pasë, para të bëj pasë. Ta shoj pak brenda në Leo. Po, hajde. Valentino ta prisha që krahati më duket. Jo, se jemi zgjuar herën. Kjo është dhoma e një ekipi futbolli. Edhe E një futbollist. edhe peshqirët edhe jashtëtikët janë me logo, apo jo? Po, s'bëhet fjalë. Si është për një futbollist të qëndroj në akademi, se kjo nuk është hotel, kjo është akademi. Po. Ne kemi kompleksin tonë dhe jemi shumë të lumtur, atë që shikoni edhe kushtet janë fantastike, siç poshtë, siç e pat stadiumi dhe dhomat janë gjitha me kushtet e mundshme, televizorin e kemi, wifi, gjitha i kemi, jemi në rregull. Ta provoj një si është, Provoj shtriu një. apo ndihem lojtar dhe unë. Mos nuk, Shi? mos do të federojmë. I kam thënë, Ta bëjmë një provë të bëja. Do më tregosh pak cilat janë ato rregulloret e hotelit. Pra, çfarë duhet bëjë një lojtar? A ka rregullore për telefonat, për orarën e gjumit, për Ka orar për gjitha, fillojmë që nga mëngjesi është nga ora 8 deri në orën 9, do të jenë gjithë lojtarët poshtë tanë mëngjesin, pastaj mund të pini kafe poshtë salla, mund të pini kafe, bëni muhabet, ka dhe lojra poshtë, mund të bëjnë çfarë duan, pastaj kemi drekën gjithë me uniformat në orën 1, pastaj është pushimi gjatë drekës pasi kemi stërvitjen, pasi kemi stërvitjen nga ora 4. Çdo lojtar ne pothuajse shumica e lojtarëve rrinë në hotel këtu në kompleks. Pastaj edhe lojtarët që janë me familje, me fëmijë të vegjël që rrinë në shtëpitë e tyre, ata pothuajse janë 6 shtator, janë në klub dhe ata nga ora 1 deri në orën 7. Shumicën e kohës e kalojnë këtu. Shumicën e kohës e kalojnë këtu dhe kanë dhomat e veta dhe ato këtu. Vale, një rregull që ka të gjithë klubet e futbollit është që lojtarët duhet flenë para orës 10, nuk e? Po ne kemi në orën 10:30, duhet të jenë gjithë në kompleks, se mbyllet kompleksi. Tani ku kush e maci ti e gjumë apo jo në orën 10? Jo, në orën 10:30 duhet të jenë të gjithë lojtarët brenda në kompleks, sepse roja mbyll derën. Okej. Vetëm ndonjë që mund të kërcej nga sipër. Po ngele jashtë apo? Po ngele jashtë të flinë atë. Gjë hotel tjetër. Gjë hotel tjetër. Tani telefonat janë të ndaluar për lojtarët me orare të gjata, se di që edhe ky është një nga rregullat e futbollit. Tani, këtu nuk mund ta kontrollosh, çdo lojtar është profesionist, do ta di vet në orarin e gjumit, pastaj kur shkon ora 11-12 duhet ta fikësh dhe duhet të flesh gjumë si çdo profesionist. Po nuk mund të kontrollosh çdo dhomë, çdo vesh të kontrollosh semi strikt. Dhomën e pa, mu them të kalojmë aty ku ti tregon talentin e vërtet. Po, hajde. Hajde dalim. Ta mbyll derën. Mbyllë, s'ka gjë se ka. Kameraman, do vish. Hajde se ka kamera këtu, po hajde. Ku jemi tani? Tani jemi katin e parë, këtu kemi edhe lojën, ku luajmë ne kur kemi kohë të lirë, kemi ato argëtimin. Por ma tha kyçuni hotelit tha që kemi ambient lojë është. Po ja kemi bilardo, kemi ping pong, çat lojra është dush. Tallesh. Ku je i fortë tani më thuaj që. Do të thonë kohën e lirë këtu e kalon. Po, këtu. S'pas ke fat me të parë. Jo. S'jam i fortë në bilard. Po ti s'di kemi ram. Unë ta qaloj i fortë. E kishte fajn, ku është ajo që? E ka fajn steka, ja. E ka fajn steka, ti ndrojmë. E ka fajn steka më duket. Me hile tani? Pa, the biri ku i dushti. Pa rregulla. Pa rregulla, hajde veç. Ja, hajde, ja ku e ke 10-ën. 10-ën ka putëm, shim pa fare. Mere 10-ën ta lëm 1-1. Se mua ato mirë. S'pas ka asfalti. Ja, si fut dyshi ja dhe ka. More 2. I fuz nga 3. Si ka mundësi edhe fushën e keni të kuqe? Po të fuz, gjitha të kuqe janë këtu. Se mëson avash. Shi, deri tani jetën time vetëm futboll kam luajtur nga lojra. Nuk je keq. Për pak. Do të vish më shpesh tu që të mësosh shoflorë. A pranoni? Do të vish po. Unë do... Kështu me qera nuk kemi dhoma, apo jo? Me qera, jo, do federosh të Partizan. Atë një mon për shembull, ky lloj ambienti që po them relaksohesh gjatë qëndrimit ku po shkalon kohë. Se s'do jesh gjithkohë në dhomë stërvitje, do të bësh edhe ndonjë aktivitet tjetër. Kështu po këtu i kemi të gjitha, e kupton? Po ndërtohen dhe ambiente të tjera, siç është sauna dhe piscina. Do ndërtohen këtu në -1. Është piscina jo? Po mendoj se është ambienti pa përfunduar. Jo. Kjo këtu do bëhet piscinë dhe këtu poshtë do bëhen edhe 2 sauna dhe kështu që për rikuperim mas neshjes. Jo, po të më thënë ju, për kushtë e jeni në Europë? Për kushtë e në Europë, po tani do ju Shqipëria në Europë, që kemi gati, kemi para Shqipërisë. Nuk e di për ju që po shikoni, po unë kam një dëshirë gjithmonë më tepër që të vi dhe shpërngulem të jetoj këtu te ky hoteli. Futboll ka, pishin ka, lojra ka, çfarë bëhet tjetër?
Si Goca s'ka. Jo, goca, jo, se tani. Loja e fortë, Flora. E fortë është loja, po lojë mendore më shumë. Shahu është lojë e bukur, lojë e Te bukur. shahu keni më të fortë. Unë jam më i fortë te shahu. Ti je më fort i fshahu. Hajde. Harrova që mund të më marrë. Kod për provokim. Hajde se vale që nga i mirë në fshahu, po bashkohu me Hajde mu pak. bytyç, hajde o bytyç. Bashkohu me mu. Po ku Qa bëhet? bëu me Florin, bëu me Florin. Po nuk e di bytyç që s'di sham duket. Nuk e di shahu? Prandaj po them unë të bëu me Florin se s'di. Ja, Me sfoshorin që në bërë. ja, është. Se ka bëhet qaroli lunë, Po normal edhe me sush. Organizator. Që të mbroj ti çfarë do bëj? po, mendon. Tani mbajti mendon që ti mendon fushë, prandaj ke turën e zhvilluar edhe për Po këtë. mendojnë 2-3 lëvizje para. Ori me qira pranoni me lujdon me ju? Sot do të marrim në stërvitje me që keni ardhur direkt këtu, sot Me vërtet? do të japim dhe i fanell. Ju me Partizanin. Po. Po Do ndoshta bësh stërvitje me ne sot, po e kalove provën e ti presorit. Po. ka frika të skullës se bën gola shumë e. Portieri e ti? Portierja. Po. Hajtë provoj njërës edhe s'kuka. Hajde marrojmë lojë një. Fsha. Hajtë. Pano Shirko. Ndoshta portier më mirë i kampionatit deri tani. Ndoshta. Shiko, ke bërë shumë pritje, po unë kam ardhur bën portier të Partizanit. Nuk e di do ja dal ta marr vendin apo jo. Do bëjmë stërvitje sot. Ta provojmë mirë? Po. Unë pretendoj të bëhem më i mirë nga Pana, po nuk e di do ja dal apo Po jo. mund të bëhesh, po stërvitje. Për portier dytë. Po edhe për të parë, pse jo? Pa se e ti apo. Nuk ta marr dot vendin ty. Atë kam. Ka, po për stërvitje përmirësoj shumë. Mos ke ndonjë dhuratë? Po, patjetër. Me vërtet? Rashka, mirë. Tallësh. Po, I ke marrë për mu? Ua. Rrofsh Pano. Faleminderit. Do të them po marr. S'ka për vete do. Ky është sekreti jot, prandaj pret shumë. Po. Kur ke dorezat cilësore, topi bëjnë me i lehtë. Jo se ti ke talent domethënë, nga vëzhgjeresa. Po, vetëm po vesh dorezat bësh portieri mirë. Ta provoj. Se edhe po të bytyçit, po ti vesh dorezat pret vetej. Gati portieri me ri. Hello bro. How are you? Dere më re. Hajde. O bro. Am shkon. Qa bon? Ai mirë. Qa po? Mirë ti. Ti ke thënë që e kuqja shkon të gjithëve. Shumë. Ha? Më shkon. Për po doni trajner fitness si gati jam. Albiono. Qa bo? Mirë. Qaj mirë. Ej, a ishe pik? Jo. Nuk e dija rregull. Nuk e dija rregull. Pa bë, lejo edhe 3 herë. Kaluaj! Po. Bravo ti. Ashtu je mirë, je lash, Opa Flora. Hajde. Bravo, në kohë. Bravo ti. Hajde. Roli do të rande këtë. Nuk e ndoqa, pa ip. E, ajse nuk ka blut hera parë që nuk e ndoj. Aj bëjë 5 godite kundër nesh. Port. Ha. Hajde se këshurë, kemi qa bëjmë ne? Vaj, nga majta. Gënjeva Pano, që ka me atë. Nga majta jotë. O, shtë e majta. Nga majta. Ure majta jote. Po pse më thej nga majta dhe bërë me dorë ndej? Rada jote. Hajde. Ati e. E, nuk shkon me mashtru. Edhe shty me këtë. Ti. Me të majta. Hajde se kam me ta priti penalti. Komo, je këtu. Çoj këtu edhe shty. E qartë. Hajde. Hajde, Flor, ta kapësh një, ta kapësh. Një ditë do e kap do. Atje, Prapë atje. atje. Po qa ti bëje mure? Po edhe ti e E, a thot e gjun perfekt. A, je ti tani? Se penalti kështu dhe veta. Ku dush? Ku dush gjue? Ha. E, qa këto manovra? A keni gjithë mu me i bë këto? Ja dola, e? Edhe pak me me Panon, do i marrë vëndim duke. Hajde se mbaj. Hajde, Floro, hajde, Floro. E.
E, njëri gjytë më fort të burë. Shive? A ma Albana, lejohet kë? Që të kam bëllë ty? E, prandaj Albanoza ka 12 vjetë që nuk i nga Partizani, se nuk do me provu këta dhe njërë. Me që Sevilja fillon, ti si e lejuar për këtu. Po, prandaj edhe do bëhem lojtar. Po, du të kalor disa tese. Një e kalova, që duhet më tepër? Do jesh ke bëja, si fillim shoj kemi në ke bëja, po kalova tesën ke bëja, vje ke a. Profe, ata që ka qenë të bëja, të regojnë që vinë dhe bëjnë mirë të aja. Po atë pa du t'japësh si tje. Faleminderit. Tuna, rafsh. Rafsh. Si me Tirana janë vesh me këtë, po. Ándale.